A do ta dish se kur nuk je bashkëshorte e mirë? Kur burri hyn në shtëpi dhe ti nuk e le çdo gjë që e ke në dorë, nuk shkon ta presësh, nuk i buzëqesh në fytyrë dhe nuk e qetëson nga lodhja e tij, dije se ti nuk je bashkëshorte e mirë. Kur burri yt nuk ha ushqim nga duart e tua dhe del e blen ushqimin në restorant dhe rrobat e tij nuk i lan përveç rrobalarsit, dije se ti nuk je bashkëshorte e mirë. Kur burri yt zemrohet e ti ja kthen një fjalë me 10 të tjera dhe e ngrit zërin ndaj tij, dije se ti nuk je bashkëshorte e mirë. Kur je në shtëpi me burrin tënd, ty të vjen erë keqe, rrobat i ke të parregulluara dhe të pahekurosura, dije se ti nuk je bashkëshorte e mirë. Kur i përhap fshehtësitë e shtëpisë, nënës apo motrës apo shoqes tënde, dije se ti nuk je bashkëshorte e mirë. Kur e nxit burrin kundër familjes së tij dhe nuk i ndihmon atij në respektin e tyre, dije se ti nuk je bashkëshorte e mirë. Kur vjen koha e namazit dhe ti nuk e zgjon burrin për namaz, nuk e urdhëron për adhurime tjera, nuk kërkon nga ai të i le haramet dhe të i ndihmosh në pendim dhe kërkimfalje, dije se ti nuk je bashkëshorte e mirë.